Good evening, ladies and gentlemen. It is my great pleasure and honor to welcome you to the inaugural launch event of the Canadian-Albanian Chamber of Commerce. Më datën 8 dhjetor, në ambientet prestigjioze të Vantage Venues në Toronto, u zhvillua një nga ngjarjet më të rëndësishme të vitit për komunitetin shqiptar në Kanada. Dhoma e Tregtisë Kanadeze Shqiptare prezantoi programin e saj strategjik dhe bordin drejtues, duke shënuar një moment historik në forcimin e bashkëpunimit ekonomik mes Kanadas dhe Shqipërisë. Our first speaker, which I'm honored to introduce to you, the interim chair, Arjan Sultafa. Good evening, distinguished guests, colleagues and friends, and thank you for being here tonight. Eventi mblodhi figura publike, diplomat, investitor dhe sipërmarrës të njohur shqiptar dhe u vlerësua si ngjarja ekonomike e vitit. Federal MPs, përfaqësues të Ontario Diplomatic Corps, si dhe delegacione nga dhoma polake dhe dhoma franco-kanadeze, shprehen mbështetjen e tyre për këtë nismë vizionare. Ndër të ftuarit të rëndësishëm ishin Honorable Natalia Kusendova Basta, Ministre e Long Term Care, Jan Baker, MP për Etobicoke Center dhe Matt Strauss, MP për Kitchener South Hasbuller. Now we would like to welcome the Honorable Natalia Kusendova Basta. Thank you so much. Good evening, Mr. Chair, Ambassador Malo, Ambassador Kritsu, dear business leaders, ladies and gentlemen. My name is Natalia Kusendova Basta, and I am the MPP for Mississauga Center. I know a lot of Albanians live in Mississauga, right? And I'm also Ontario's Minister of Long-Term Care. Në ceremoni morën pjesë dhe ambasadorja e Shqipërisë në Kanada, zonja Artemis Kostamalo, dhe ambasadori i Kosovës, zoti Adriatik Kryeziu, të cilët vlerësuan themelimin e dhomës si një hap strategjik dhe forcimin e marrëdhënieve dypalshe dhe fuqizimin e diasporës shqiptare. Honorable Miss Natalia Kusendova Basta, dear Minister, distinguished members of the Provincial Parliament, business leaders, members of the board of the Chamber, dear friends. It is a distinct honor and privilege to be here today at this important moment for the economic relations between Albania and Canada, the inauguration of the Albanian-Canada Chamber of Commerce. The establishment of this chamber represents an important... Good evening, everyone. Members of the board of the Canadian-Albanian Chamber of Commerce, Excellency, Ambassador of Albania, Dr. Artemis Malo, the Honorable Member of the Provincial Parliament, the Honorable Minister, Natalia Kusendova Basta, representative of Economic Chamber, business leader, professionals, entrepreneurs, dear compatriots, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is a great pleasure to be here with you this evening in a gathering that brings together individuals with economic vision, innovative ideas, and a strong entrepreneurial drive. I am here to voice my full support for the development and advancement of the Canadian-Albanian Chamber of Commerce, an initiative that is far more than an organizational structure. This chamber stands as a testimony to our shared vision to build lasting bridges of cooperation, to connect the business networks, and to expand economic opportunities between Canada and our home countries. I wish I could celebrate alongside all of you at this important gala. Tonight you're launching something truly special, the Canadian-Albanian Chamber of Commerce. This isn't just about creating another... Mirdita, good evening. My name is Ivan Baker. I'm the Member of Parliament for Etobicoke Center, and I want to extend my best wishes to all those attending the Canadian-Albanian Chamber of Commerce official launch gala. Greetings from ACTI, the Albanian Council for Technology and Innovation. Today I want to congratulate the establishment of the Canadian-Albanian Chamber of Commerce and the remarkable achievements of the Albanian community in Canada. Greetings from Durrana Tech Park, the newest technological ecosystem in Albania. We are creating a space where companies, startups, and investors build global solutions. For the Albanian community in Canada, Albania offers access to talent, to the regional Balkan market, and to a favorable innovation climate. Greetings from Tela Tirana, the free zone of the city, where international business finds stability,
fiscal incentives and solid institutional support. Canada and Albania now have real potential for partnerships in technology, industries, agro-processing and clean energy. We welcome here all the Canadian entrepreneurs and assist them at every step of their investment journey. Albania welcomes you. Canada and Albania, let's build the future together. Greetings from Albania and from Elite Travel Group. Albanian tourism is growing very fast, and our company is taking actions to develop this in a sustainable way. Albania is open for new investments in this industry, which is generating almost 20% of the GDP. We will be more than happy to focus on the long-term partnership with you in order to raise this awareness, but also offer all the opportunities that Albania can offer to Canadian investors. Thank you very much. Çfarë mesazhi do jepni ty të rinjve shqiptar që duan të zhvillojnë në botën e biznesit? Po, faleminderit. Në fakt, kjo është një pyetje shumë e vend, edhe jo pa qëllim sonte në këtë aktivitet që organizuam ne për lançimin e dhomës tregtisë Kanada-Shqipëri, kishim të ftuar edhe një grup sado të vogël studentësh të fushës së biznesit, të fushës të financave, pikërisht për të bërë atë ndërlidhje, po themi të brezave dhe të mundësive që ekzistojnë në botën e biznesit dhe për të lidhur dhe për të zgjeruar sa më shumë këtë lloj, po themi, aktiviteti në fushën e biznesit, në mënyrë që kjo që është arritur sot nga një brez i caktuar të ketë një mundësi vijimësie, vazhdimësie dhe pse jo edhe për ta përçuar sa më shumë dhe sa më lart. Okej. Çfarë bashkëpunimesh të reja mendoni se do të hapen pas këtij eventi? Unë jam shumë optimist të drejtën për këtë dhe do të ketë një bashkëpunim në të gjitha fushat dhe ajo që u përmenda dhe më parë dhe përmenda dhe unë në fjalimin tim edhe zonja ambasadore e Shqipërisë, vetëm linja ajrore që do të inaugurohet në maj do të jetë diçka, një arritje, po themi, në vetvete, sepse do të shkurtoj distancat, do të lehtësoj distancat, por nga ana jonë si dhomë të tregtie, ne do të krijojmë lehtësira të jashtëzakonshme për promovimin, zhvillimin e biznesit në vetvete, për zhvillimin e tregtisë ndërmjet dy vendeve, Kanada, Shqipëri dhe anasjelltas, dhe po ashtu edhe investimeve të ndërsjellta. Kështu që unë shikoj domethënë një rrugë të gjatë, por shumë të begat përpara në drejtimin e biznesit ndërmjet të dy vendeve. Okej, shumë faleminderit për kohën tuaj, ishte kënaqësi. Mirupafshim. Çfarë lloj programesh, trajnimesh ose eventesh do të dëshironit që dhoma e tregtisë të organizojnë për të ndihmuar bizneset shqiptare në Kanada për të rritur nga ana profesionale? Unë kam shumë sugjerime, varet se sa nga këto të realizohen, po mënyrat edhe eksperimentet shumë të suksesshme që ndodhin edhe në dhomat e tjera, edhe sidomos në vendet tona, përkatëse mund të jenë shumë tryeza, think tanks, me të cilat mund të ketë shkëmbim, edhe mendimesh, edhe informacioni, po sigurisht edhe zgjerim të network. Nëse do të krijohet një kalendar që do të ketë sa më shumë round tables, tavolina pune, me bizneset të ndryshme që janë anëtarë të dhomës, por edhe të hapur për të afruar bizneset e tjera, unë jam besim plot se do të ketë shumë rezultat. Okej. Çfarë mesazhi do i jepni të rinjve shqiptar të Shqipërisë dhe shqiptarëve të Kosovës që duan të zhvillohen në biznes?
Unë besoj se kontributi më i mirë i studentëve shqiptar të Shqipërisë, të Kosovës, shqiptarët Maqedonisë do të jetë programi Brain Gain, kthimi i trurit, që nënkupton përvojën, eksperiencën, edukimin që e kanë marrë sigur se në Amerikë, në Kanada, ta sjellin në Kosovë, Shqipëri e në Maqedoni. Unë besoj se kjo është ideja më e mirë për t'i kontribu vendit, për t'i kontribu kombit. Shumë faleminderit për kohën tuaj, ishte kënaqësi. Mirupafshim. Përshëndetje, unë jam Clarisa Makaranga, si gazetare nga Alp TV dhe do të kisha shumë kënaqësi nëse do ju drejtohesha me disa pyetje të shkurtra në lidhje me këtë event. Çfarë lloj programesh, trajnimesh ose eventesh do të dëshironi që Dhoma e Tregtisë të organizojë për të ndihmuar bizneset shqiptare në Kanada nga ana profesionale? Është pyetje shumë e drejtë, pak a shumë ne jemi në fillimet tona për momentin, por në planet tona janë pikërisht të programe, trajnime dhe mbi të gjitha suporte, pse jo dhe financiar për alternativat e reja të biznesit, për inovacionet inovative të biznesit dhe domosdoshmë të ofruar dhe scholarship për njerëz që janë në botën e financës, në universitet ose të fushës ekonomisë. Cilat janë sekretet kryesore të biznesit shqiptar në Kanada për të rritur nga ana profesionale? Kjo është një pyetje pak e gjithanshme, duhet pyetur çdo biznesmen, por besoj ne si shqiptaro-kanadez dhe bizneset të këtushme jemi survivors. Pasi pak a shumë ne nuk është se kemi pasur shumë mbështetje nga institucionet tona shtetërore për shkak të historisë, por shqiptarët janë të adaptueshëm dhe nëpërmjet suksesit të shumë njerëzve që janë prezantuar kanë treguar që edhe vetë kanë munduar të çajnë, por ne po mundohemi të fusim mesazhin e ri që të bashkuar mund të çajmë akoma më shpejt dhe të shkojmë akoma më lart. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi.